as mundësin të bëj. Faleminderit. Thatë që udhtoni kohë gjatë me fare pak para. Dëgjova që keni udhëtuar një muaj me 50 euro. Një muaj e gjysmë. Një muaj e gjysmë me 50 euro. Po. Ku? Fillova në Majorka të Spanjës. Fillova në Majorka të Spanjës. Është e vetmi sugjerim që mundi bëhet çdo njeriu që s'ka mundësi financiare, të udhtoj sa më shumë me sa më pak lekë se mundësitë janë. Ne kemi bërë dhe një si të udhtosh me pak shpenzime. Është gjyna që të rinjtë të Shqipërisë. Po ta them paradhënien, pjesën e dytë ke një dhuratë personale nga unë për të bërë një udhtim, nuk po të them sa, po një udhtim të mirë, të gjatë. Më jep një kamerë. E ke personalisht nga unë këtë të ma sjelli stafin se i thash ta bëjnë gati. Po? Faleminderit. Udhtimi i fundit me 50 euro që thatë dhe ju, ka zgjatur 50 ditë, filloi në Majorka të Spanjës. Me 1 euro në ditë? Ca herë më pak, ca herë më shumë, diku atje. Po edhe? Kam dhe 20 ditë në Majorka, ndonjë të 2-3 njerëz që i njihja ose i njoha atje, dikush më dha një biçikletë, bëra 10 ditë vërdall Majorkës me biçikletë. Pastaj gjeta një aeroplan të lirë me 10-12 euro, shkova në Itali, me autostop në Sloveni, në Hungari, në Serbi. Me 50 euro të gjitha këto? Me 50. Dikun Serbi mbarova lekët, erdha në shtëpi me autostop pastaj. Ku të mbaruan lekën? Çfarë vendi? Serbi. Në Serbi të mbaruan lekën, s'kishe më fare? Po si bëre nga Serbia deri në Shqipëri? Njoha një vajzë në rrugë që bënte edhe ajo autostop edhe e shtym bashkë me 1 euro rrugën deri në shtëpi. Kjo që ka spektakolare. Sa herë ke udhëtuar në këtë formë? Kam 4 vjet që udhtoj. 4 vjet që udhton? 4-5 vjet. Udhtimi i parë ka filluar me 300 euro për 10 ditë. Po, që më duke shumë pak, kurse tani më duket me ramëndse, me 300 euro do me thënë i bëj 2 muaj në Po, pse do duke pak në fillim? Ka për Nazi duhet marrësh avionin. Nuk, po të se me autostop Nazi nga Irani. Njoha një vajzë në Korrik që e bëri nga Spanja deri në Kin me autostop. Po, unë në Shiraz njoha një që me motor, kishte ardhur nga Britania e Madhe.